për të lekë të? Se një do jesh e fort, o Brik, do jesh e fort. Familja jo ta shkrenare për ty. Familja jo ta shkrenare për ty, Brik. Do jesh e fort. Edhe Mateo ka për kërku ndjes për atë që ka bo. Nuk e ka bo për asnjë lloj gjë të keqe. O ta nga ta gjemi video për nere Okej, ju lutem më hapni dhomën e ndenjës ku është Brikina. E kuptoj që kjo situata nuk të bën mirë edhe më thuaj çfarë ndjen. Çfarë të vjen në mendje tani? Atëherë Lidion, unë thjesht kam frikë që familja më shprek për këtë gjë, se ndoshta është një keq që janë cek nga persona tjerë dhe ju nga unë. Kaq. Pra kjo është gjëja që të shkon në mendje. Po. Unë nuk është se nuk kam dasht me tregu këtë gjën e familjes, po thjesht kam dasht me cek familjen tem, se këtu jam e i loj edhe familjen e kam jashtë. Kështu që unë e kam cek që kam taku i hera djallë, para 4 viteve, edhe e kam bëj mohim, ai mohimi ka qenë puthja. Përsa i përket familjes tem, unë nuk është se s'kam desht me kallëzu këtë rastin që ka ndodhë, po që thjesht nuk kam desht në asnjë mënyrë me përmend persona që nuk janë këto dhe që janë familja jam jashtë. Dhe me të drejtë. Po, me qënë se jemi të familja, ndrojmë pak temë. E di që lotu do vazhdojnë edhe në këtë pikë. Ti, kur ke lindur e voçkët, nuk jo ka që madhe sa je tani, apo jo? Edhe kishë ndruar gjatë në spital, sepse linde e vogël të duhej ndihmë për rrugët respiratore, apo jo? Po, kur kam lindë, do me thonë, nuk kam marrë frymë mirë, edhe kam qëndru gati 5 muaj në okupator, se nuk kam mujt me marrë frymë, edhe këtë mjekët i kanë thonë familjes tem që unë s'kisha për t'ja dalë, po që krejtu abetën se në fund ja dola dhe kam dalë për spitalit. A përmenda këtë historinë, vetëm për të të kujtuar që kur ti foshnje e sa po lindur ke luftuar për t'ja dalë, tani që je vajzë e rritur, doja dalësh që ç'ke me të. Nuk ka rrugë tjetër. Shiko pak aty te video walli, se kam një fotografi. Kam një fotografi tënden ku je me maminën. Më trego pak për maminën tënde. Lidion, unë, do me thonë, jam rritë 11 vjetë veç me mamin tem, edhe mamin tem e kom shumë big dopt, nëse unë sot kom në i sen të mirë në vetën tem, është veç falë mami tem, edhe kështa pas qef thjesht me konë 1% që mami tem, do me thonë, gruja që është mami, jam veç 1% që në qofse unë herë ta vonë do jem personi ma i lumë të rëmbotë. Si është raporti yt me mamin? Unë me mamin e kam një raport shumë të mirë, e kam si shoqe mamin, do me thonë, për çdo sen, unë nuk është se kam na i shoqe temën, me të kallëzu drejtën, e kam veç një shoqe, po që mamin temë e kam shoqen më të madhe tjetës temë, se çdo sen që ja kallëzoj, çdo sen që ndodhë, mami jam e din për çdo sen, kështu që unë jam shumë e lumë të krenare edhe nuk kam në i fjallë tjetër për me shtu se është e papërshkrueshme. Kur ti thuaj që dua të jem sa 1% që i mamit tënd, e thua këtë për shkak se mami ka kaluar një jetë jo fort të lehtë, apo jo? Më trego pak. Atëherë Lidion, në momentin që ne kom lindë, e kena pas pak gjyshin smut,
edhe na u ka desht me u kthy prej Italisë, me u kthy në Kosovën e me mamin që me u përkujdes për gjyshin tem. Edhe do me thonë, na kena nejt, babi ka nejt në Itali punë, por që na kena nejt në Kosovë 11 vjetë dhe do me thonë, mami jam nuk ka dalë asë edhe njëherë asë me pi një kafe pa mu. Do me thonë, tër kohën ka qëndru me mua dhe kemi kalu shumë sfida, shumë gjana që nuk do t'i harroj kurrë. Edhe ato gjana më kanë bo, do me thonë, mu rrit edhe mi këqyr senet me shumë thjeshtësi. Edhe thjesht më ka bo me kuptu vlerën e gjithë shkafit. Do me thonë, në qofë se unë sot jam person shumë i thjesht, është veç fala aty në 11 vjetëve që i kum kalu me mamin. Brikena, cili është kujtimi jut më i bukur me mamin tënë? E di që duhet kesh shumë, po njërin dua. Kujtimi më i mirë me mamin ka qenë çdo natë kur shkoj të merra me flejt, se unë do të thonë babin tam hera parë që pata paukun kur i kum pas 6 vjet. Edhe kum pas një foto kur u martu mami me babin edhe çdo natë do me thonë, ju lutshëm Zotit që mu ribashku edhe me kohë bashkë si familje. Edhe gjithmonë e po të shafatën edhe i lutshëm Zotit për me kohë një ditë bashkë me babin. Dhe ndodhi? Po, ka ndodhë mas 11 viteve, edhe do me thonë, jëmë kohë fëmija ma i lumtur në botë. Edhe jëmë munu çdo moment me shiu me babin tem, jëmë munu çdo moment që nuk e kisha shiu me shiu, edhe veç fakti që shisha mamin tem të lumtur, që do me thonë, e kena prit babin tem 11 vjetë edhe mami jam ka mujtë shumë mirë me kriju një jetë tjetër, ka mujtë shumë mirë me mlon mu, me mlon të familja e babit, po mami jam nuk e ka menu asë njëherë këtë sen edhe thjesht ka pas shumë durim. Në qofë se është një gjë që mu më përfatëson mas mirë është durimi, do me thonë një person që kam shumë durim, si që ka pas mami jam. O Brikena, qa gatuan mami në një gjë të mirë? Mami gatun shumë gjana të mira. Do me thonë, unë ki specialitetit i ku mësu prej mamit, edhe kur i ku më bo 15 vjetë, ku më thonë prej sodit i nuk kemi gatun në shpe. Edhe unë për që pata më gusht 15 vjetë, do me thonë gjithmonë gatu isha në shpe, se s'kisha qef, do me thonë me lonë mamin mu përfshim punë të shpis të gjanat. Por që mami gjithë gjë që e bën për mu është sa një ma i shishëm që e kumë provu në herë. Besoj, do me thëmë përveç këtyre gjërave italiane, kështu gatuan edhe gjërat traditës, apo jo? Po, qështjo. Gjana që i kena na traditë në Kosovë, do me thonë... Fli, për shembull, bën fli? Po, fli. Unë e flin e kam shumë qef, edhe mami jam e bën shumë të mirë. Dhe e ka bërë një tavë dhe e ka sjell aty jashtë e oborrit. Mund të shkosh. Mund të shkosh ta provosh edhe na thuar si është. Oh, sa e mirë që duket o Briken. A e ka bo për një me mami? Po. Do i provosh, nëse e provon e kupton a e ka bërë ajo apo jo. Ngriva. Brikena? Zemër? Më pojt, Brikena? Shumë nane lële, s'kon zemër. O el, bërëtrisha njone, shpirti mamit, o du shumë shpirtja. Shkriva. Ka jenë me mira, kom bërëtnesh, du shumë me kojt ju. O, du shumë shpirti mamit.
Me kajt jo. Të kom zhgëni. Që kem, du shumë. Të kom zhgëni. Jo, djali Amina të kënaqur me ty krejt. Fola s'ka bë babi shumë. Brikendi, Ana. Majo, tetet kam bë shumë të fola. Jena të kënaqur me ty. Je ma e mira. Të kena ëll. Shpirti, nona. Jena, kajtë, jena. Jo, jena të kënaqur me ty qikem çdo ditë po të këshyrëm. I kime harru edhe punë të këshyrë ty tanë ditën. He, qiki, jam i moment. Zonja Nebi, mirë mbrëma! Jo, qëndroni ullur, s'ka problem. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në Big Brother. Tani po kuptoj nga e ka marrë gjithë të bukuri vajza juaj. Faleminderit, mirë mbrëma Ledian. Mirë mbrëma. Unë nuk, për momentin nuk jam dhe aq i lumtur, sepse ti ke quar Flin vetëm aty, nuk na ke sjell neve në studio. Jo, ka dhe për juve, Ledian. Okej. Ju bosh mirë. Mirë, fola Bobi, ka bo. Me anën jo marrë, brikili me Bobin atje, ka bo të fola shumë. Jemi të kënaqur me ty. Zonja Nebi, se ju ishit mbrapa dhe nuk e dija na dëgjua ndërkohë që flisnim me Brikenën. Po. Po ndërkohë që flisnim për ju, ajo më tha që sikur unë të jem sa 1% i mamit tim, ja kam dalë në jetë. Shpirti, nona. Sa 1% i juaj më mjafton, tha. Faleminderit, du shumë. Edhe ti, shumë mirë. Jo, qika e me, jo, kam zemër. Kena ëllë, dojna shumë, qiki, momit, ma e mira. Zonja Nebi, Por, në Ledian. me qënë se erdhët, se meraku i Brikenës ishte ky i ndodhive të fundit. Do me thënë si ndihet familja, e tjera me radhe. Nëse ke diçka për t'i thënë, ndërkohë po na ndjek edhe Mateo nga dhoma tjetër, po nëse ke diçka për të thënë qoftë për mirë ose për keq, ju e dini se ju e keni ndjekur nga shtëpia, ti the që na ke lënë pa punë, se ju shohim 24 orë. Kështu që mund t'ja thuash. Ledian, unë ka marrë për Brikenën, jo mërzit shumë, i përshëndes Mateo në gjithë banorët, jo shumë të mirë. Respekt. Qika e ma. Lojën tone, e di për qa ke hi, bënoj fort, jo me kajt. Për shka me kajt? Je me e mira, kena zemër, Bobi dënë shumë, Brikendi, Ana, tetet, Maja. Brikena, do më duhet ju ndaj tani. Jo, kur gjuhet, jo, djallem, jo. Ti kam jemi me ty krejt. Te di për qa ke hi. Ti e furt. Kena mbretnesh. Apo? Ma e mira. Faleminderit për që sa në falë që s'kom bu më një. Dojna shumë. Lujën tone. Nuk du më të bu. Te di për qa ke hi. Ma të prisë me fitore. Brikena, Flin mund ta marrësh me vete, zonja Nebi dela nde nga erdi, faleminderit shumë. Faleminderit e Diana për juve Të gjithë. përqafoj nga studio. Faleminderit edhe na shumë. Faleminderit. Fala, kam bo dhe tetet e krejt. Po, ana, po, të titja. Du shumë. Po të pjetë në shumanën edhe babën bërëshet. Cigare? Ma pak. Ma pak cigare, njëre ka Qika mami. e ma mira. Të dua shumë. Bënjët fala banorve. Zonja Nebi duhet të largohesh. Bënjët fala krejtve. E suksese për gjithë. Duhet të largohesh. Gjithë janë. Miru pafshim në Pafshim. Faleminderit, të dua shumë faleminderit. Po? Mateo, Tu veç me të kërku falin qofse në gjdo moment apo në gjdo pjesë mund të kemë ofendu, cënu apo të kemë mërzit Brikenën. Kjo është loj. Veç ka jo, për mu s'është loj, veç me thanë qofse e kam lëndu, e kam mërzit për një moment kërkoj shumë falin. Jo, kur gjë.
Një djallë shumë i mirë, respekt. Bune dojnë e juaj. Të falenderoj. Natën e mirë e falenderit. Kalën e mirë. Natën e mirë. Doja Nevi, faleminderit. Kujdes. Fola krejtve të dua. Hajtë ma me du Dua shumë. shumë, të dua shumë. Shumë zemër. Edhe në ty, edhe në ty, të dua shumë. Shirma një gocën 2 metra! Ma che bella storia. Amore, je ma e mia. Hajde ta me unë. Amore? Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Brik. Shumë faleminderit. Forse è dritta. Fikër? Faleminderit shumë. Ja, mos o, bro! E mrekullueshme. Ja, zemrën po. Faleminderit shumë. Aldo? Okej, Yje, jam sërish me ju. Brikena, uroj të jesh pak më e qetë. Shumë mirë. Po, Ledjar shumë faleminderit, shumë e vlerësoj shumë. Shumë faleminderit. Shumë krenonën. Atë flin do e ndajmë në mënyrë të barabartë.